Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e Fredi Belerit, tashmë eurodeputati zgjedhur në Greqi kundër dënimit për korrupsion zgjedhor në zgjedhje për kryetar bashkisë Simar në vitin 2023, i konfirmuar në dy shkallë të gjykatës posaçme. Fredi Beleri u gjet fajtor dhe u dënua me 2 vite burg, ndërsa bashkëpunëtori i tij Pandeli Kokaveshi, që po ashtu ishte pjesë e rekursit në gjykatën e lartë, ishte dënuar me 3 vite shërbim prove. Ata kundërshtuan vendimin e gjykatës posaçme të apelit me pretendime për pafajësi, por shkalla e tretë e sistemit të drejtësisë në vendin tonë ka rrëzuar rekursin dhe ka lënë në fuqi dënimet. Beleri dhe Kokaveshi u arrestuan me urdhër të prokurorisë së Vlorës në orët e parë të mëngjesit të 12 maj 2023, vetëm 2 ditë përpara datës kur do të votojë për të zgjedhur kryetar të rinj të bashkive. Sipas organit të akuzës rezulton se i pandehuri Beleri ka ofruar nga 50 euro për 8 vota. Po ashtu, Beleri u akuzua se kishte dhënë para nëpërmjet të pandehurit tjetër, Pandeli Kokaveshi. Beleri ishte kandidat i koalicionit Bashkë Fitojmë, për të cilin arriti të fitojë zgjedhjet, por nuk arriti të gëzojë mandatin e kryebashkiakut. Dosja u transferua prej prokurorisë së Vlorës në atë të prokurorisë posaçme, që kërkoi deklarimin fajtor të Belerit për korrupsion aktiv në zgjedhjet dhe dënimin e tyre.